Në ditën botërore kundër erozionit dhe shkretimit të tokave, ekspertët e tokës dhe mjedisit kërkojnë marrjen e masave urgjente për të frenuar erozionin dhe shkatërimin e tokës si në Bregdet, ashtu edhe në zonat të tjera. Ata thonë se harta e Shqipërisë po ndryshon çdo vit dhe se toka jon po mpaket si pasojë e shkatërimit, kontributin më të madh për të cilin e kemi dhënë vetë ne. Vita më parë, vija bregdetare e plazhit të Semanit ndodhej rreth 10 apo 15 metër më në thellësi të kullës që shihni në ekran, apo atyre gurve që janë gjurmët e bunkerëve tashmë në ujë. E gjithë kjo zonë ishte plot me pisha, sot të shkullura dhe që po mpaken dita ditës si pasojë e erozionit detar ndihmuar nga erat e fuqishme. Harta e territorit shqiptar ndryshon dhe toka po t'kurret në veprimin e vazhdueshëm të erozionit. Në zonën e Semanit, ashtu si në shumë zona të tjera bregdetare në vend, sipërfaqe të tëra toke po zhduken si pasojë e erozionit detar, ndërsa të tjera sipërfaqe humbasin çdo vit për shkak të rrëshqitjes së derave. Në ditën ndërkombëtare kundër shkretëtirizimit të tokës, ekspertë mjedisit japin alarmin për keq trajtimin që i bëhet tokës dhe bëjnë apel për ndaljen e aktiviteteve me efekte shkatëruese, siç është gryerja e lumenjve apo prerja e pyjeve. Nga 8,99 20 ton për hektar në vit, ka raste që edhe 100 ton për hektar në vit ne na shkojnë në det, nëpërmjet erozionit. Që në qoftë se për 100 vjet duhet të kemi një shtres toke të formuar prej 1 mm ose për 1000 vjet 1 cm, dëmi është kolosal nëpërmjet qoftë kushteve klimatike të disfavorshme, qoftë edhe aktivitetit njerëzor nëpërmjet prerjes pyjeve që kemi bërë, shpyllëzimeve, nëpërmjet mungesës së një sistemimi të tokave, mungesës së sistemit kullues dhe ujitës të këtyre ose mbulesës bimore. Por erozioni nuk është i vetmi kërcënim ndaj tokës. Ndotja si pasojë e praktikave të nxjerrjes së naftës e gazit në zonat ku nën toka është e pasur me hidrokarbure, si Patos Marinza, është një tjetër fenomen që po çon degradimin më të madh të saj. Tokat këtu kuptohet që janë të ndotura nga nafta, ato jo vetëm toka, por edhe ujërat në toksore janë të ndotura, edhe ujërat e pishëm, të cilat ndikojnë në cilësinë e prodhimit këtu, në cilësinë e ujit, në cilësinë e ajrit, në cilësinë e jetës së përgjithësisë të banorëve, por edhe në elementet kimik edhe fizik, në përbërjen kimike dhe biologjike të tokës. Toka këtu ka shkallën më të lartë degradimit. Ekspertët thonë se është më shumë se emergjente ndërhyrja me projekte të cilat mundësojnë rehabilitimin e këtyre sipërfaqeve dhe dekontaminimin e tyre. Këto metoda duhet të jenë jo vetëm për tokat e ndotura nga hidrokarburët, e për tokat e ndotura nga metalet e rënda, me qëllim që ne t'i rehabilitojmë, t'u kthejmë këtyre tokave pjellorinë e tyre, t'i bëjmë këto tamam ashtu siç meritojnë që të shërbejnë për ushqimin ton, t'i bëjmë toka të shëndetshme, toka pjellore dhe t'u heqim, t'i dekontaminojmë, t'u heqim ndotjen.